Për ngërqen institucional thonë se po kërkojnë zgjidhje. Por partisë që i takoj të formoj pushtetin pas zgjedhjeve të 7 qershorit, tashmë i ka skaduar afati 30 ditor i përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Vazhdimi i seancës konstituive u thirr kur ky afat kishte përfunduar. Dhe pikërisht në këtë pikë, kushtetuesja mund të ndërmarrë veprime pas një kërkese të drejtpërdrejtë nga palët. Gjykata në bazë të rregullativës në fuqi gëzon të drejtën që edhe nëse pala nuk kërkon fare mas të përkohshme, ajo sipas detyrës zyrtare, pra ex officio, ta vendos një të tillë nëse konsideron që akti në fjalë apo veprimi në këtë rast seanca mund të prodhoj pasoja juridike të pariparueshme. Por përtej masave të mundshme, çështja mund të marrë edhe dimension penal. Vendimet e gjykatave të rregullta, mos ekzekutimi i tyre është vepër penale. Sa e përket vendimeve të gjykatës kushtetuese, kjo çështje pak më diskutabile është, se çfarë sanksione mund merren ndaj kujt. E krejt kjo mund të bëhet edhe fizikisht nga 10 nënshkrime të deputetëve. Secila parti opozitare apo grup parlamentar ka të drejtë, qoftë pozitë, qoftë opozit, ka të drejtë që të adresoj këtë çështje në gjykatën kushtetuese, mirë po, sa i përket adresimit, është shumë e rëndësishme kërkesa me bazën ligjore dhe me pyetjen cila adresohet. Afati caktuar nga gjykata kushtetuese për konstituimisht e 7 gushti, por kryesuesi Avni Dehari vazhdon të thërras seancë konstituive nga e shtuna çdo 48 orë.